jemi ende me dilemën nëse duhet kemi një fëmijë të tretë apo jo. Po. Shumë e bukur kjo. Është një realizim shumë i madh dhe të gjithë miqtë e mi që thonë ti je plotësuar, ke një vajzë, ke një djalë, është perfekt. Megjithatë, unë gjithashtu jam rritur me një vlla, por do doja një familje të madhe, ndoshta me më shumë fëmijë dhe me një tret, pse jo? Hej miq, sot jam në mamë me një super mami. Mami në 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djalë. Jam me Floriana Garon. Kënaqësi të kem në mamë, kënaqësi të flasim për momsinë, prindërimin njëkohësisht, për nga fillimi kur nisi gjithçka, por unë dua ta nis nga fundi në fakt. Si është ti jesh mami i 2 fëmijëve, djalë dhe vajzë? Ndihesh e plotësuar, Floriana? Faleminderit për ftesën Orinda, shumë kënaqësi që jam këtu me ty sot. Është një realizim shumë i madh, megjithatë jemi ende me dilemën nëse duhet kemi një fëmijë të tretë apo jo. Po. Shumë e bukur kjo. Është një realizim shumë i madh dhe të gjithë miqtë e mi që thonë ti je plotësuar, ke një vajzë, ke një djalë, është perfekt. Megjithatë, unë gjithashtu jam rritur me një vlla, por do doja një familje të madhe, ndoshta me më shumë fëmijë dhe me një tret, pse jo, po ta shohim se si do vinë rrethanat nëse do realizohet apo jo. Ke ndonjë dëshirë specifike për gjinin apo nuk ka rëndësi për ty sidoqoftë? Po do doja edhe një vajzë tjetër. Ndërmend ti bëje një shoqe, le të themi, është bukur të kesh një motor. Unë nuk kam patur një motor, unë jam rritur me një vlla që është 7 vjet më i madh se unë. Kështu që ai ka parë edhe jetën e tij, ka ikur shumë herët nga shtëpia, 16 vjeç, edhe unë kam qenë me prindrit thuaj se vetëm gjithmonë, kështu që do doja të kisha edhe një vajzë tjetër për një motor për vajzën time. Megjithatë, unë fëmijët i kam bërë afër me njëri tjetrin. Gjithsesi e kanë njëri tjetrin. Kështu që ata janë gjatë gjithë kohës bashk, luajnë bashk, zihen bashk, edhe po e kalojmë fëmijërim bashk. Kjo është shumë e rëndësishme. Megjithëse më përmend vllain, i cili ka qenë më i madh në moshë se ty, 7 vite më i rritur, ka qenë një farë forme dhe si një udhërfyes, pra e ke ndjekur formën se si ai është rritur, ke dashur të ndjekësh shapat e tij apo jo? Ke qenë Floriana plotësisht. Unë kam qenë Floriana plotësisht, ne jemi shumë të ndryshëm, jemi natyra krejtësisht të ndryshme, ai është më i qetë, më introvert, gjithmonë ka parë punën e tij, unë kam dashur gjithmonë që të jem në qendër të vëmendjes, edhe megjithatë, duke qenë vllai më i madh, unë jam ndikuar nga vllai im, sigurisht për librat që kam lexuar, për vjershat që mësoja, për këngët që dëgjoja. Vllai ka qenë aty kur vinte, mua më kujtohet sidomos ai ka qenë basketbollist edhe luante në Tiranë kur ishte 16-17 vjeç, ndërkohë që unë dhe prindrit ishim në Durrës, dhe kur ai vinte në fundjavë, gjithmonë ndante eksperiencat e tij edhe kam patur mall për të. Gjithmonë kam patur mall për të. Ai pastaj ka ikur në Amerikë, në Itali, ka luajtur basketboll nëpër botë, dhe nuk kemi rritur bashkë, nuk kam qenë afër, dhe ndoshta instinktivisht ka qenë edhe kjo një arsye pse unë fëmijët i kam dashur afër, që të kenë dhe ata shok njëri tjetrin. Dhe ti paprisma së fakt vendose të shkëputesh për Shqipëria, niste një jetë jashtë vendit, jetë familjare, ju përkushtove vetes, punës atje dhe ishte nisur, ishte programuar për një familje, vendi ku vajte. Po flet për Zvicrën, sepse kam jetuar edhe në Amerikë, kështu që kam ikur nga Shqipëria 2 herë. Për sa i përket familjes, jo, asnjëherë nuk kisha menduar që do shkoja në Zvicër të krijoja familje. Po ndonjëherë jeta vjen në mënyra të çuditshme, kur nuk e pret, kur nuk bën asnjë plan. Thjesht qelloj që unë me bashkëshortin u njohëm dhe ai jetonte atje, patëm dhe atë dilemën tonë, a duhet vim në Shqipëri dhe ta nisim familjen në Shqipëri apo në Zvicër. Dhe pasi e menduam duke i
parë të gjitha opsionet, vendosëm që ta krijonin familjen në Zvicër. Kështu që ka qenë një përshtatje për mua, por gjithashtu mendoj që e kam shijuar atë pjesën e të qenit në anonimat në Zvicër. Nuk e dia do ta kisha përjetuar njësoj dhe a do isha okay, duke qenë në qendër të vëmendjes këtu edhe gjatë shtatzanisë edhe lindjes së fëmijëve, sepse njeriu përjeton ka përjetime të ndryshme për sa i përket lindjes edhe atyre periudhave të para, kështu që unë mendoj që kam qenë më mirë aty. Dhe ka qenë le themi një shtatzanie planifikuar, ka qenë nisja e një familje, okay, ne do të vazhdojmë bashkë dhe sigurisht do me thënë e planifikuar. Duhet të fillojë të bëhet e madhe, ka familja e vogël. qenë unë mbeta shtatzan një muaj përpara se sa të zhvendosesha. Okay. Kështu që, unë e kisha menduar që do zhvendosesha për të krijuar një familje, mbeta shtatzan. Nuk mendoj që do vindaj shpejt. Pak më përpara, kështu që erdhën mbar gjërat edhe unë e shijova, unë mora me shtatzanin. Ke pasur shtatzani të qetë, bukur, ka qenë një shtatzani shumë e bukur, deri në muajin e 7. Pra unë kam qenë e lumtur, kam qenë aktive, kam qenë duke u përshtatur edhe me jetën në Gjenev, bëja kurs frëngjisht, isha gjatë gjithë kohës së zënë, dhe nuk e mendoja dot që thjesht duhet merresha me shtatzanin. Unë gjithmonë kam dashur që të bëj shumë gjëra edhe të ndihem e rëndësishme, e dobishme. Kështu që kjo ka qenë me rëndësi për mua, por mund të them që gjatë shtatzanis mora shumë peshë. Dhe duke marrë shumë peshë, pastaj në muajin e 7 pata disa probleme, pra pata edhe një lloj fryrje të këmbëve, kisha një kruarje shumë të çuditshme. Çfarë thonin doktorët të së kohe? Me analizat më jepnin mjekim edhe më jepnin, por në fakt kjo ishte si derivat i placentës, në fakt që më ishte kalsifikuar, edhe që bile e quanin ata, kjo zhvillonte këtë kruarjen e çuditshme që unë kisha dhe me shumë siklet, kam përjetuar, domethënë ka qenë një muaj shumë i sikletshëm, shumë i vështirë. Që nuk më qetësonte asgjë, që çuditërisht pastaj mbasi linda, gjithçka iku si me buton. Po çfarë do thonin asaj kohe, duke qenë në një vend si Gjeneva, ti ishe nuk ishe në vendin tënd, dhe po t'ishe në vendin tënd, edhe mjekësin, sado me ato minuset, pluset që ne kemi në vendin tënd, paktën këtu thonë që e gjen derman në Shqipëri, në çfarë do lloj ore të ditës, të del mjeku, të shikon dhe gjithë frikrat e tua duket sikur i qetëson. Por jashtë vendin tonë nuk ndodh një gjë e tillë, duhet le të themi një takim i programuar ose të shkosh në urgjencë, Shiko, unë duke qenë atje, mbase isha pak më e qetë sepse mjekësia në Zvicër është e zhvilluar dhe mjekët janë shumë të mirë, po unë nuk e kisha atë qetësinë dhe kontrollin e para, sepse duhet gjeja patjetër që një mjek të ma shpjegonte në anglisht edhe situatën, sepse frëngjisht nuk kuptoja mirë. Përveç kësaj, maman time që është mjeke ginekologe, që nuk kisha mundësin ta kisha afër, sepse ajo ishte në Amerikë në atë kohë, dhe unë kam patur një ginekolog tjetër, ai ginekolog tjetër pastaj nuk mu gjënd momentet e fundit, pra ishte një situatë jo e favorshme, me thënë drejtën. Dhe nuk është se i dha një shpjegim të mirëfillt, edhe kësaj kruarje së këmbëve dhe të duar, po të këmbëve kryesisht, të kyçeve të këmbëve, që ishte shumë problematike. Do të nuk i dha shpjegim që ishte pikërisht nga kjo. Nuk i dha shpjegim që ishte pikërisht nga kjo, në momentet e para, më thanë, shiko disa metoda, ndoshta janë çik më popullore, si futjen e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë, ose po prap nuk është se i jepi një shpjegim, dhe as në Shqipëri nuk i jepi një shpjegim i mirëfillt kësaj. Mami thoshte po më çudit me këtë, sepse dhe ajo nuk po më shikonte nga afër çfarë është kjo kruarje kështu, edhe ajo po mundohej që të gjente, po si duket nuk është shumë e zakonshme kjo, nuk e di, ndoshta me mjekët që ti ke folur edhe nuk e di a e ka hasur dikush tjetër. Çfarë mund të ndodhte? Kur unë mora vesh që placenta ishte kalcifikuar, kjo ndodhi pas këtij shqetësimi
që më kishte filluar mua. Pra ndoshta 2 javë mbrapa jam vizituar dhe ai ma tha këtë. Tani duhet kuptosh dhe një gjë Orinda, që kur jeton në një vend perëndimor, ti edhe vizitat i ke të programuara. Pra ti nuk mund të shkosh ore sekond siç e bën këtu në Shqipëri, edhe këtu në Shqipëri jemi me shumë fat. Domethënë ore minutë shkosh edhe të vizitohesh. Atje thot do vish mbas 3 javësh. Thoshte ai. Mirë, po unë ndërkohë 3 javë isha shumë. Isha shumë e stresuar, çfarë po ndodh, çfarë s'po ndodh. Dhe nëse ti kishe një problem të madh, duhet shkoje në urgjencë. Në urgjencë tani varet ishte urgjente, si ishte urgjente, a priste, as priste. Edhe unë kam shkuar në urgjencë. Ja 2-3 herë kam shkuar në urgjencë, por kam shkuar në urgjencë tamam me vend në fakt, siç rezultoi më vonë. Pra duke u kalcifikuar placenta për të përgjigjur pyetjes, i binte që fëmia, vajza në këtë rast, nuk merrte ushqim sa duhet. Dhe unë vajzën e kisha, dhe unë nuk e dija këtë gjë. Pra unë mendoja që ajo merrte ushqim, po ndoshta s'merrte aq sa duhet për tu. Dhe mjeku në fakt që unë kisha nuk e bëri shumë alarmante. Dhe pastaj ai nuk kishte një moment, unë kur e kërkoja, ai kishte ikur jashtë, kishte edhe problemet e tij. Po divorcohej me gruan atë kohë, pra ishte shumë e çuditshme gjithë situata. Po, megjithatë të shkuarat harruara tani që i mendoj që vajza është mirë, por ama mund të kishte shkuar dhe ndryshe, dhe këtë mund ta them. Dhe kur shkem pronë ato ditët le të them ose në urgjencat që ti ke. Dhe kur megjithatë mund të them këtë gjë që gjatë shtatzanisë vajzën nuk e kam ndjer të lëviz shumë. Pra, nëna duhet ta ndjej fëmijën që të lëvizi, dhe një fëmijë që lëviz është një fëmijë i shëndetshëm, edhe mua më ka lëvizur pak. Dhe në momentet kur isha 8 muaj e gjysmë, pa i bërë 9 muaj, një të diel, unë thjesht nuk e ndjeva fare gjatë ditës. Dhe vazhdimisht e mira ishte që unë rria në komunikim me mamën time, që ishte në Amerikë në atë kohë, dhe i shkruaja edhe thash sikur s'po lëviz, nëse nuk lëviz tha, shko patjetër, shko. Shko dhe vizitohu. Mirë, po unë kisha shkuar dhe 1-2 herë tjera. Edhe madje më shoqë që më tha, po mirë tha, po shkojmë, po na u bë kjo urgjenca kështu. Por jo, shko tha. Shko dhe unë shkova. Dhe në fakt kur shkova, bëra shumë mirë sepse mjekët aty më thanë që është si e fjetur në gjumë, duhet zgjuar, pra nuk lëvizte boll, kur tentonte mjekja që ta zgjonte, ajo prap nuk zgjohej, nuk lëvizte boll. Dhe aty e pash që situata nuk ishte mirë. Dhe ata thanë, okay, ne do ta induktojmë lindjen. Pra, kemi një lindje simuluar në këtë rast. Dhe do tentojmë që ta bëjmë në mënyrë natyrale, pastaj erdhën dhe më dhanë një tjetër variant që jo duhet bërë më shpejt, sepse dhimbjet nuk po më vinin, domethënë nuk pritej boll. Tani imagjino, isha vetëm unë me bashkëshortin, një stres shumë i madh. Kjo është e mira kur ti je në Shqipëri me njerëzit e tu që i ke afër e të gjitha, atje ne nuk kishim njeri që ta thrisnim dhe të vinte një njeri i familjes, po themi, dhe një njeri afër që unë do doja që ta kisha aty. Dhe tham okay, ndërkohë morëm telefon dhe prindrit, mami më është nisur me shumë urgjencë nga Amerika, nuk ka gjetur fluturim, ka shkuar deri në Rusi, është kthyer në Gjenev, ndërkohë që pastaj edhe vjera ime erdhi pak më vonë, por domethënë një situatë jo shumë e mirë. Pra nëse dikush lindjen e fëmijës parë e mendon si diçka të mrekullueshme që e planifikon, edhe ne në fakt e kishim planifikuar. Po nga që ndodhi më herët, u gjendëm përpara faktit, e them edhe pa plan. Por si ishte ai moment? Pra, shiko, ishte moment i gjimit të shaqe. Po, ishte moment jo i mirë për mua, sepse unë u futa për të lindur dhe ne tentuam pra me anestezi lokale, ku unë do ta shikoja vajzën, dhe prap nuk funksionoi anestezia lokale, dhe u desh që unë ta bëja pasaj me anestezi generale. Anestezi generale, prap ka rreziqet e veta, jam futur me urgjencë,
as kam patur kohë të mendoj, thjesht doja që vajzat më shpëtonte dhe kisha frikë, me thënë drejtën kisha frikë. Asgjë nuk më garantonte edhe ato mjeket, mbaj mend që më flisnin frëngjisht edhe unë isha e stresuar, i më shoh që ishte afër meje, por mundohej që të më inkurajonte. Po nuk ka qenë moment i mirë, edhe ai e tregon shpesh që ka qenë vetëm ulur tek duhet të them që ka qenë e hën ora 2 e mëngjesit. Pra, domethënë ishte edhe një kohë shumë, pra mbas mesnate, ditën e diel edhe në të gdhirë të hënës, edhe nuk kishte edhe këtë thërrisje që të vinte ndonjë mik ose kështu, ishte situatë shumë stresuese. Dhe ndërkohë, mbasi vajza ka lindur, ai ka qenë duke pritur, dhe ka dëgjuar zërin e vajzës dhe ishte e pabesueshme edhe për të, se edhe ai ka mbajtur brenda të gjitha këto emocione, ndërkohë që mundohej të ishte i fortë që mua të më inkurajonte, por jam e bindur që dhe ai ka patur përjetimin e vet. Edhe kur e ka parë vajzën pastaj që të qante dhe ja kanë çuar aty në fillim, edhe ai ka qenë shumë i lumtur, ka qenë momentin më i lumtur për të. Mendoj më të keqen? Absolutisht, absolutisht, dhe këtë mendoja, më të keqe mendoja në fakt. Si ishte për ty kur u zgjove? Ishte... Kam një video që ma ka bërë im shoq, që ishte e pabesueshme kur u zgjova, fillova të qaja dhe ishte e pabesueshme që isha gjallë, dhe që vajzën e kisha mirë. Ishe mirë. Sepse ato moment kur ata po më vinin në gjumë, thash këtu mbaroj çdo gjë edhe e çuditshme. Po. Pata një eksperiencë shumë të vështirë. Por kur u zgjova pastaj thash, okay. Nuk ndodhi më e keqja, vajzën e kisha mirë. Vajza ishte shumë e vogël, shumë e vogël. E pa ushqyer. Kjo shpjegonte pra të gjitha të muaj që... E vogël, do më thënë ishte e gjatë, por e dobët. Shumë e dobët, e pa ushqyer mirë. Me gjitha të një luftarake e madhe, sepse qante me një zë ashtë fort, sa që ato infermierët edhe doktoreshat u habitën. Se e kujton atë të qarën, gjithmonë më besoj e ke në kokë, tani që flasim, sa herë që kujton momentet e pare të saj. Dhe keni qëndruar gjatë në spital, apo u shkëputët shpejt? Jo, kemi qëndruar 5 ditë. 5 ditë. 5 ditë ishte normale për lindje me operacion. Dhe për shkak të situatës. Po, dhe për shkak të situatës, ajo vajza nuk ndenjë në inkubator, pra ishte mirë, filloi të pinte, pra mezi kishte pritur që të dilte. Që të pinte me njerë. E futën në gjip? Po, absolutisht po, edhe kisha shumë qumësht, ishte shumë mirë, edhe vajza filloi pastaj që ta merrte veten, edhe por me atë të qarën e fortë. Kur ju zbut më pas? Ka patur një të qarë për shumë kohë, që nuk ju zbut. E megjithatë tani po ta shohësh, ajo është shumë e qetë. Duket e brisht apo është akoma në sy? Jo, e fortë. Është atletike në trup edhe shumë e shëndetshme, nuk s'pares muret, jo, është mirë, shumë mirë. Dhe ato ditët e para do shkonit në shtëpi më pas, ka qenë të erdhi natyrshëm mëmësia? Jo, nuk më ka ardhur natyrshëm. Nuk më ka ardhur natyrshëm. Unë isha shumë e lumtur dhe shumë entuziaste kur mësova për shtatzanin. Unë doja që të bëhesha me fëmijë, që të isha nën, që të bëja edhe gjëra të tjera që unë dëshiroja të bëja, por mendoj që ndoshta edhe lindja, edhe përjetimet e muajve të fundit të shtatzanisë, edhe se si shkuan gjërat, më bën pak të pasigurt. Më dukej vetja e pa zonja për ta menaxhuar situatën siç duhej. Vajza qante shumë dhe unë nuk dija se si ta pushoja. Dhe im shoq më ka ndihmuar, me thënë drejtën, sepse ai ka një qasje shumë më qetësuese se sa unë, edhe më thoshte gjithmonë që fëmia edhe qan, edhe do ta pranosh, thjesht lëre, mos u streso, mos u acaro, po tash mos u streso, po ndërkohë qara mua më streson, thosha çka ka dhe unë ndjesha e pazonja për ta pushuar edhe
Po pastaj Pra dhe me gjumin keni pasur probleme. me gjumin ka pas shumë probleme. Shumë probleme. Deri gati 1 vjeç, unë isha gjithë natën duke e tundur, gjithë natën Ke tundur gocën? duke e tundur, do në krah duke e tundur. Ishte ka qenë përjetim jo i lehtë, këtë mund ta them. Edhe post shtazanie, kur ke të tilla përjetime, ndodh që mund kesh edhe le të themi probleme postpartum. Po, besoj që i kam pas. Tani që Kur mendon reflektoj, ftohtë, po të gjitha momentet e tani që tua se post. nuk është se ti e mendon kaq shumë se ti Në atë moment jo, nuk e kupton ndoshta unë shumë. përpiqesha gjithmonë ta bindja veten që isha okay, që jam mirë, që mund të bëj shumë gjëra, që mund të menaxhoj dhe vajzën, edhe punët, edhe çiftin, edhe gjithçka tjetër, sepse gjithçka është për të menduar në fakt. Unë dhe im shoq duhet thënë që kishim një marrëdhënie relativisht të re, sepse ne ishim njohur pa kohë përpara, pra nuk është se unë kam ndenjur me të edhe kam shijuar Pra dhe shumë gjatë. marrëdhënia vjet le themi në provë në këtë rast. Por ne na lidhi kjo eksperiencë sfiduese, do thosha. Edhe e rëndësishme është që vajza ishte mirë, edhe u bë gjithmonë më mirë. Po viti i parë ka qenë viti vështirë. Emrin? Adja. Pse ja vot Adja? Adja është fuqia e universit në gjuhën hindu. Dhe unë e kam parë këtë emër dhe më ka pëlqyer që përpara se sa ajo të lindte, dhe doja një emër që në një farë mënyrë të nxiste dhe karakterin e saj, dhe mendoj që emri ndikon shumë edhe te karakteri që fëmia do të ketë. Edhe doja një emër që ajo ta kuptonte fuqinë që do të kishte. Dhe përveç kësaj, fakti që ishte një emër i rrallë dhe një emër që shqiptohet në gjuhë të ndryshme. Pra ishte kollaj. Me Pelena si e keni bërë? Bashort ishte bashkëpunues në këtë pikë? I ka ndruar Pelenat? Me thënë drejtën jo, unë nuk e kam lënë. Por pse? Sepse ai ka qenë... A u bërë posesive apo jo? Jo, unë nuk do të thosha që kam qenë posesive. E vetmja gjë unë doja që ta merja kur ajo fillon të çante dhe ta tundja unë, se më dukej se askush nuk e pushonte. Po përveç kësaj, më shoq ka qenë shumë i zënë në atë kohë, vazhdimisht ishte në punë edhe nuk doja që ta lodhja edhe me këtë pjesën e fëmijëve. Më dukej sikur unë duhet merja përgjegjësinë, sepse ai ishte i zënë me punë të tjera, po. Kur ka qenë shkëputja e parë më e gjatë se të tjerat nga vajza pas lindjes, pra le të themi ndoshta mund të kesh dalë për një shopping, mund të kesh. Jo, unë jam shkëputur, unë mund të them që unë shkoja edhe në punë, edhe lëvizja, pra shkëputesha. Domethënë në një farë mënyre, tani që rikthehem brapa në kohë, unë nuk kam patur marrëdhënie posesive me të. Më dukej madje në disa momente se nuk kisha bolle zonja. Kështu që nuk është se e kisha që ta kisha vetëm për vete, dhe më dukej sikur Po pse të duke vetja jo bolle zonja? Çfarë ndodhte tek ty në atë moment? Po tash të duke ashtu, kur e mend. Tash që e mendoj sepse ajo qante për shembull. Qante, nuk më pinte mjaftueshëm. Pra deri në 2 muajshe më pinte. Pastaj u desh që t'i jepja dhe gji plotësuese dhe pastaj filloi edhe ta linte t'i jepja biberon, më fal. Dhe pastaj u detyrova që ta ndërprisja dhe gjirin, t'i jepja qumësht formul, po ndërkohë formulën ajo nuk e pëlqente shumë, ndihesha në faj, pastaj a duhesh, as duhesh. Pra të gjitha këto komponentë që ndoshta e përbëjnë të gjithë pikturën e postpartumit, unë i kaloja në këtë mënyrë. Pra ishte edhe psikologjike, nuk është se unë e arsyetoja kaq mirë këtë gjë. Po, sepse tani e sheh. Dhe duke pas parasysh që unë, dhe këtë më duhet të theksoj, unë nuk kam patur fëmijë të vegjël për rreth. Unë nuk kam parë një motër time, një kushërir time, dikë tjetër të afër, që ta shikoj se si menaxhohet fëmia. Mamin nuk e kisha, pra ishte në Shqipëri, u kthye në Shqipëri mbas Amerikës. Kështu që unë isha vetëm në një farë mënyrë. Isha vetëm, shikoja në internet si duhet, si s'duhet, po interneti deri diku mund të orientoj, pastaj pjesën tjetër do e bësh ti. Duhet ta menaxhosh vetë. Shumë instinktive. Po, shumë. Edhe nuk mund të them, do me thënë që kam qenë kjo mamaja perfekte që të gjithë aspirojnë që t'jenë, sidomos kohën e parë, dhe pastaj
Fillova avash ta merja vetë besimin. Ndoshta kur erdhi dhe djali, unë ngela shtatzan 1 vit mbasi lindi vajza. Dhe kur erdhi dhe djali, pastaj çdo pritim ka qenë ndryshe, edhe Ishe më i qetë. shumë më i qetë. Me djalin duket se ke shijuar Po. më tepër. shijuar. Ishe më sigurt, edhe pse duket që lodhja shtohet 2 fishë, sepse ke edhe një vajzë të vogël dhe një djalë i cili është rrugës edhe kërkon të tjera gjëra pa diskutim. Edhe duket sikur kthehemi edhe nga fillimi se Po. do Kam filloj- qenë me fat sepse kam patur dado, kam patur ndihmë me vajzën dhe djalin pastaj e mbaja unë, djali lindi shumë mirë me operacion prap sepse Si ishte rrjedhoje, afër, po. ishte afër me lindjen e vajzës. E planifikuar, lindi në kohën e duhur, me peshë shumë të mirë, ka qenë shumë mirë. E kishe nxjerrë ndërkohë vajzën në dhomë vete apo jo? Po, e kisha nxjerrë. E kisha nxjerrë në dhomë vete, e kisha nxjerrë kur ajo bëri 11 muajshe. Dhe 11 muajshe ishte momenti që edhe ajo të mësonte të flinte vetë dhe me thënë drejton unë e kam lënë që të flej sepse ajo qante gjatë gjithë natës duke e tundur, e isha mësuar ashtu, derisa erdhi momenti që thash nuk mundem ta vazhdoj këtë. Pra ke tentuar të qarën e kontrolluar? Controlled sleeping, edhe e kam lënë edhe që të qaj, edhe ka qarë 3-4 ditë të para dhe pastaj ka fjetur. Pastaj u fut në rutinë normale. Ka fjetur shumë më mirë edhe aty edhe familjarët deri diku thoshin po si po e lë vajzën që të qaj edhe të gjitha se ne shqiptarët përgjithsisht nuk i lëm kalamajt. Se konceptojmë dot. Por ishte mënyrë efikase dhe funksionoi shumë mirë. Dhe pastaj e bëra edhe me djalin. Edhe me djalin e njëjta dhe kur flasim për le të themi trajnimet e gjumit apo të qarën e kontrolluar, shpesh edhe psikologëve të ditëve të sotme kanë ndryshuar çik teoritë ndryshe nga vite më parë dhe duket sikur vit pas viti sigurisht që ndryshojnë dhe vinë me teori të reja, por gjithsesi duke mbështetur fëmijën dhe nënën, po rritet shumë ndërgjegjësimin në këtë pikë dhe në fund fare të gjithë thonë një gjë tani në ditët e sotme që është shumë e rëndësishme që nëna t'i përgjigjet nevojave të fëmijës atëherë kur e kërkon sepse kështu duhet të ndodhë. Dhe duket sikur trajnimet e gjumit janë shpikur për shkak le të themi të kapitalizmit, që ty të kërkojnë të kthesh në punë një kohë shumë të shkurtër. Dhe prandaj janë shpikur këto, ndryshe s'do ishin, ti do ishe gjithkohës me fëmijën atë kur të kërkonte të pinte qumësh, atë kur do ai të flinte gjumë kur të zgjohesh ai dhe ti do ishe gjithmonë në funksion të tij. Beson në këtë gjë sot që flasim? Jo, nuk besoj në këtë gjë. Nuk besoj në këtë gjë, sepse në fundit ne jetojmë në këtë botë, me këtë realitet dhe me këto mënyra që kemi, kështu që në një farë mënyre dhe fëmia do përshtatet me këtë realitet. Tani, në një botë tjetër ku ti nuk duhet shkosh në punë, ke gjithë ditën për të ndenjur me fëmijën dhe s'ke asnjë punë tjetër për të bërë, mundesh ta bësh këtë gjë, por në një rast tjetër jo. Kështu që dhe fëmia do përshtatet edhe me rutinën e prindit, ashtu siç dhe prindi përshtatet, do jetë një mesme përpjesshme. Dhe kur më përmend rutinën, sa e rëndësishme ka qenë për ty rutina? Për mua rutina ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Fëmijët e mi që bebe kanë pirë me orar, kanë ngrënë me orar, kanë fjetur me orar. Unë kam qenë rigide për këtë, shumë strikte. Dhe sot e kësaj dite vazhdoj që t'jem e tillë, mendoj që rutina është shumë e mirë, të gjithë kanë nevojë për rutinë, edhe fëmijët, edhe të rriturit, dhe në qoftë se nuk ka rutinë, gjërat nuk shkojnë siç duhet. Unë gjithmonë në mëngjes i kam dhënë paka shumë të njëjtat ushqime dhe mbas dite atë kosin me fruta dhe darkën dhe gjumin e kam fjetur gjithmonë në të njëjtën orë, kështu që unë besoj fort. E mbron fort tezën e rutinës. Dhe sa i përket ushqimit, ka qenë një proces tranzicioni vështirë për ty të kaloje le të themi nga qumshti
në solid? Shiko, unë kam patur një kohë të vështirë me qumshin me vajzën, sepse vajza nuk më ka pirë mjaftueshëm qumësh formul. Dhe domethënë mbasi hoqa gjirin dhe e kisha me shumë merak që ajo të shtonte në peshë dhe ishte e vogël, por pastaj me ushqimin vazhdoi mirë, u përshtat shumë mirë edhe mendoj që ndryshoi në tërësi kur filloi ushqimin. Ka ngrënë mirë, unë i kam bërë gjithmonë gjëra shumë të shëndetshme dhe nuk kam patur më probleme mbas asaj. Sot e kësaj dite, vajza ha shumë shëndetshëm, ha ato gjëra që unë gjykoj që duhet haj, edhe vazhdojnë disa gjëra që kur ka qenë e vogël. Djali i pëlqen çik më shumë këto gjërat e pashëndetshme, po themi pak më shumë brumra edhe. Por që ti e le, ti konsumoj i lë themi të liri të plot në unë jam strikte në të ngrënë, në mundohem që djali që dojnë çik më shumë unë i lë nga pak më shumë. Por nuk mund të haj petullan mëngjes, petullan drek dhe brum prap makarona në darkë. Do të thënë, mundohem që t'jem shumë e përpikt në ato gjëra që janë të ushqyeshme. Pra, nëse e ka ngrënë supën në drek, në darkë mund të haj diçka tjetër. Por nëse se ka ngrënë supën në drek, në darkë duhet ta haj patjetër. Do jetë pjesë e ditës se zbon në menun e ditës. Edhe ata janë mësuar me këtë mënyrë. Edhe e din që kam për t'i ngrënë, është me detyrim, mundohemi ëmbëlsira ose ëmbëlsira s'para japim, po në një çokollatë, edhe im shoq është shumë strikt për sa i përket ushqimit, edhe thot një herë në 4 ditë e kemi lënë, edhe pyesi është dita 4, është dita 4. Se do të ime tani me ditën e pushimit kur ka qef flet e krevati im, sepse e di vetëm kur vjen dita pushimit mund të flet e krevati im, kështu që është bërë. Erdhi dita, jemi pushim nesër, edhe ata është dita 4, është dita 4. Do me thënë dhe këtë çokoladën që e kemi në dimër, pastaj shndërrohet në akullore në verë. Dhe në verë nuk mund të haj akullore çdo ditë, haj çdo 4 ditë. Çdo 4 ditë. Po me pas keni dalë, është e mirë kjo. Edhe e shkelim ndonjëherë, por që përgjithsisht e kanë këtë rregull dhe e kanë integruar. Dhe jam mësuar me atë gjë. Si ndikoi ardhja e fëmijëve në marrëdhënien tuaj në çift? Florian. Unë mendoj që ka ndikuar për mirë. Mendoj që nuk lind prind, mëson që të bëhesh. Për nënën ndoshta është pak më herët, për babain pak më vonë, por unë e shikoj me shumë kënaqësi tim shoq që është bërë gjithmonë e më shumë me kalimin e kohës, një baba akoma më i mirë, që kujdeset për fëmijët, që i shijon ata, që luan me ta, që bën aktivitete, edhe është një gëzim shumë i madh. Dhe kjo sigurisht për çdo çift kur familja është bashkë, e bashkuar dhe i bëjnë gjërat bashkë, edhe në çift ndikon për mirë. Ne mundohemi pastaj të kemi dhe kohën tonë, absolutisht. Po, mendoj që koha e çiftit është shumë e rëndësishme për të shkëputur pak nga fëmijët, edhe të bësh edhe disa biseda tjera, edhe unë mendoj që kohën ne kemi pas gjithmonë. E kemi kërkuar tani që fëmijët janë arritur pak më shumë edhe rrinë edhe me njëri tjetrin, pra nuk kërkojnë vëmendjen tonë gjatë gjithë kohës, edhe ne gjejmë hapësirat tona që të rrimë dhe të flasim me njëri tjetrin. Po. Keni lënë ndoshta një rregull të pashkruar që nuk e ngrini zërin kurrë ose nuk bëni diskutim në sy të fëmijëve? Po shko, mundohemi ta respektojmë, po nuk është, domethënë ne jemi në familje, gjithçka në familje edhe kalohet, ka momente që edhe mund të ngrihet zëri, po jo në gjë e madhe, dhe madje ta vën duke edhe fëmijët, domethënë që mami mos e ngri zërin, nëse babi mos e ngri, po jo në një gjë e madhe, domethënë. Ne mundohemi që të jemi të natyrshëm, sigurisht nuk ka, jemi familje lumtur, nuk është se ka sherret mëdha ose që fëmijët, por unë mendoj që fëmijët duhet ta dinë dhe duhet ta përjetojnë gjithçka që ndodh në një familje. Unë jam me këtë. Pra nuk jam për ti, ndoshta kur janë shumë të vegjël mund të jetë pak më specifike, por më vonë në moshën e fëmijëve të mi që janë 7 dhe 5 në këtë kohë, duhet ta kuptojnë që ka momente
që edhe mund të ngrihet zëri, ka momente Mund mos jesh dakord. që edhe dikush mund mos jetë dakord, edhe që dikush mund të jetë i pakënaqur. Pra këto janë pjesë e familjes dhe pjesë që i jepen në përditshmëri. Në moshën 1 vjeç për djalin ju vendosët të vinit në Shqipëri. Po, vendosëm të ktheheshim në Shqipëri. Pse? Sepse ndikoi, ne ka qenë periudha e Covidit, mbasi ishte gati në kalim Covidi, ne jemi kthyer në shkurt të 2021-shit, pra ka qenë tamam mbas Covidit, dhe Covidi ka ndikuar shumë, ka ndikuar e para në faktin që im shoq e pa që mund të punonte online shumë më tepër, domethënë se sa më përpara, dhe që mund ta kryente punën për klientët nga kudo. Dhe e dyta, me këto përjetime me fëmijët, që ne e para në Zvicër, sepse Zvicra është shumë specifike, ti nuk është se e ke të disponueshme që të kesh një çerdhe kurdo që ti do. Aty çerdhet duhet regjistrohesh shumë më përpara, duke qenë që neve janë shumë të limituara, duhet presësh kohën që të vi radha edhe të gjitha, dhe ne nuk po kishim akoma vend në çerdhe. Ndërkohë vajza po bëhej gati 3 vjeça. Dhe vazhdonte të rinte në shtëpi, po unë ndjeja që ajo donte më shumë aktivitet. Pastaj, fakti që ne nuk ishim një kohë e zymt, parqet shumë bukra në Zvicër, patjetër, po koha nuk të lejonte që ti pastaj të dilje, të shijoje diellin, detin dhe aq më tepër dashurinë e familjarëve. Dhe për fëmijët rezultoi shumë mirë. Ishte e mirë. Po, rezultoi shumë mirë sepse fëmijët patën një zhvillim shumë të madh me njerëzit e afërt, me njerëzit e zemrës, duke shkuar në plazh, duke shijuar detin, duke shijuar kohën e mirë, më shumë variacion, mësuan shqip siç duhet, sepse nuk është se flisnin. Pra, ishte shumë për mirë. Por gjysh, sa ju ka ndihmuar në këtë rrugtim tuaj? Jo shumë, me thënë të drejtë. Se duke qenë se u kthyet këtu, ndoshta unë duhet ta theksoj që mami me babin tim jetojnë ende në Durrës, dhe sa herë unë dhe im shoq kemi dalë dhe kemi shkuar jashtë Shqipërisë, ata kanë ardhur dhe kanë ndenjur me fëmijët. Por kryesisht kam parë jetën e tyre, jetën e vetë, dhe mendoj që ka ardhur koha tani që edhe prindrit tanë të shijojnë çik më shumë këto vitet e pleqërisë, po themi, edhe udhtojnë pak më shumë, edhe e shijojnë. Kam punuar gjithë jetën, kështu që është mos e legjitime që të Duket sikur e marrin for granted, sikur e kanë për detyrë ndonjëherë. Ne e marrim for granted. Ne e marrim për të mirë qenë. Edhe në fakt unë duke parë, sepse kam parë modele edhe të shoqeve të mia që gjyshrit ja kanë rritur, pra prindrit ja kanë rritur fëmijët, edhe këto kanë bërë jetën e tyre. Jo, mami dhe vjera ime kanë qenë gjithmonë me atë ide që fëmijët janë përgjegjësia juaj. Unë mund të vi, të ndihmoj her pas here, ti duhet ma dish për nder kur unë të vi, por nuk e kam për detyrë. Edhe nduar ndonjëherë me këtë gjë? Je mërzitur ndonjëherë? Po sigurisht. Tani unë kam menduar që ajo kishte për detyrë, po fakt. Kështu që po pastaj jam mësuar me këtë gjë, dhe tani kur i them ma do rrish në çik se unë, domethënë tani e kuptoj që po më bën der në një farë mënyre. Po kopshti, si u përshtatën me kopshin në Shqipëri, dhe ka qenë e vështirë për ty që të gjesh të duhurin? Po, në fillim, nuk e dija mund ta them apo jo këtu, unë kisha te Montessori. Montessori ka një metodë anglisht të mësuar, dhe unë thash, fëmijët le të mësojnë anglisht dhe pastaj shqipen, unë do t'ja mësoj në shtëpi, dhe ata nisën që të mësonin anglisht shumë mirë, kjo i ka shërbyer, po nga ana tjetër pastaj me vajzën ka qenë shumë mirë, kam patur një rrugtim shumë të mirë atje, kurse me djalin nuk mund të them të njëjtën gjë, madje ata kishin një teori që fëmijët duhet të jenë pak më shumë pas rregullave, me atë edukatën që i përshtatet grupit, por djali im për shembull është shumë i gjallë. Nuk mund të riulur, nuk mund thjesht mos lëviz dhe mos lëvizi. Madje në një farë mënyre unë duhet ta theksoj këtë, që kjo është një mënyrë çik robotike që praktikohet edhe në Zvicër, dhe që ne nuk e pëlqejmë, sepse aty fundja fundit duan që njerëzit të shkojnë mbas rregullave, dhe kjo krijon një
një shoqëri me rregulla, po është e diskutueshme pastaj a është më e Sa mira është cilësore, po edhe për fëmijët mendjen. apo jo, edhe kjo është për tu menduar. Pastaj mënyra se kishte një lloj ndrydhje të djalit, do thosha, pra që ai nuk ishte në potencialin e tij. Shumë gjëra ka qenë fëmijë i madh Priami edhe ndoshta mund të dukej se i bënte gjërat çik më fort se sa të tjerët ose shokët e tij, por ama ka qenë gjithmonë në kontekstin e lojës. Dhe tani duke u rritur, duke kuptuar pak më shumë, që për shembull duke e shtyr një shok ai mund ta vriste një çik më shumë, por kjo është e mirë kuptueshme, është me mirë kuptueshme edhe me prindrit. Ndërkohë që ata ishin shumë strikt për sa i përket kësaj, dhe unë e lëviza djalin që andej dhe i lëviza të dy fëmijët se dhe vajza pastaj shkojnë parashkollor dhe kam qenë shumë e kënaqur pastaj. Me këtë. Dhe me qenë se përmendë parashkollori, ky tranzicioni, se duket pak e frikshme edhe për prindrit që i kanë të vegjël akoma dhe po shijojnë atë kohën e kopshtet që nuk kanë impenjim me mësim, është detyra, se kur fillojnë ato detyra thua o Zot, filloi edhe një shkolla nga e para dhe për prindin. Shikon. Ka qenë kështu për ty apo Adja ka qenë më e pavarur? Unë kam qenë me fat me Adjan sepse ma thoshin shpesh këtë, ata që kishin fëmijë më të rritur ose që kanë fëmijë më të rritur, edhe që vajza bobo do shkojnë në shkollë, nuk do jetë më njësoj, edhe unë thosha nuk e di, ajo ka luajtur dhe ka qenë shumë e lumtur në parashkollor, dhe në shkollë, në fakt, aty e pash dhe unë kurse e dia kaq mirë se si bëhen mësimet tani në shkollë, kohët e sotme, dim se çka kemi bërë ne, por ka shumë detyra, ka shumë volum, ka shumë mësim, sipas mendimit tim, për një fëmijë 7 vjeç, kjo është goxha intensive kjo kohë, megjithatë unë kam qenë me fat sepse vajza është përshtatur shumë mirë dhe ajo është një model që përshtatet. Por kam frikë me djalin. Unë nuk e di dhe kemi diskutim shpesh herë me tim shoq, nëse se djali është më i vogël dhe i bie që ose ta fus në shkollë duke qenë 5 vjeç e gjysmë, që e kap atë moshën e shkollës, ose të pres dhe ta përsëris parashkollorin dhe ta çoj 6 vjeç e gjysmë. Mirë po, im shoq të duhet ta çojmë tani sepse ai është i rritur, do mërzitet se është fëmijë inteligjent. Por ama në të njëjtën kohë kam frikë se ai duke qenë djalë, ai nuk është se do rri ulur tani të bëj mësimet gjithë ditën, se edhe një fëmijë që është një diskutim që e bën me bashortin përgjithsisht, nuk është ke marrë mendime nga të tjerë. Jam munduar që të marr mendime, por nuk kanë qenë, domethënë disa thon çoje, disa thon mos e ço. Akoma nuk kemi marrë një vendim, edhe kemi diskutim goxha edhe debat për këtë gjë, sepse kemi thënë, okay, do flasim me ekspert, do shikojmë se sa do rritet, por jo, është një diskutim që krijon goxha debat. Por do ta shikojmë deri në fund të vitit parashkollorit, shohim se si do ndryshojë dhe ai, dhe në një farë mënyrë edhe do ta pyes, do t'i them. Të pëlqen kjo sepse normalisht ka motrën dhe se shon. Po, domethënë Adja mëson gjithkohë, do ti të shkosh edhe do ta fillosh të aventurë apo jo? Ndoshta dhe fëmia duhet pyetur, duhet parë, më akoma nuk e kam vendosur. Megjithatë ja këtu ndoshta në komente kur të jepet kjo mund të jepni një sugjerim, a është mirë që të filloj 5:30 apo të presim edhe pak. Fran, na ndodh shpesh që duke qenë edhe brezi ynë, millennials të gjitha, që ne jemi akoma më shumë të përkushtuar me fëmijët, jemi më shumë afër tyre, dhe shpesh duam të ndryshojmë disa gjëra që nuk na janë dukur mirë nga e shkuara e prindërve tanë, se si kanë funksionuar me ne, se si kanë reaguar me ne. Të ka ndodhur ty, a ka ndonjë gjë që ke ndryshuar në mënyrën tënde të edukimit karshi fëmijëve të tu që është ndryshe nga ajo që ka bërë prindërit përpara? E di, është shumë interesant. Unë me mamën time kam pas gjithmonë një marrëdhënie kritike, domethënë ajo gjithmonë më ka kritikuar, gjithmonë është munduar që të më mbaj me këmbë në tokë, kam thënë unë nuk do t'i bëj gjërat si ti, do t'i bëj ndryshe. E gjithmonë e më shumë e kam parë veten të bëhem si ajo dhe t'i bëj gjërat si ajo. Edhe pse kishe sfidën për mos ta bërë. Shumë interesant. Dhe unë mendoj që ajo edhe pse ka qenë një mama kritike, do thosha, karshimeje, karshivllajt jo kaq shumë, po karshimeje do thosha, mua më ka bërë mirë, më ka bërë të fortë edhe më ka bërë të përgatitur për jetën. Dhe mendoj që në fundit ajo ka pas drejt, edhe
edhe unë këtë mënyrë naturalisht nuk është se kam dashur të veproj në një mënyrë të caktuar, por naturalisht unë kam qenë vetvetja dhe dua bashkë me tim shoq që fëmijët të rriten të përgatitur për jetën. Pra që unë dhe im shoq, jemi në krahun e tyre derisa ata të rriten, por jo për të gjendur në çdo moment dhe jo për t'i bërë gjërat për ta. Po me kuzhinën je përditësuar më shumë, ke mësuar më shumë në kuzhinë pasi erdhën fëmijët apo ti e ke pasur? Unë s'kam ditur kur të gatuaj. Nuk kam ditur kur të gatuaj dhe kam mësuar të gatuaj vetëm vitet e fundit, mbasi më ka ikur dhe ajo dadoja që më gatuante dhe unë kisha më shumë kod vështirë për të gjetur dadon se sa të mësoja të gatuaj. Thash ndoshta më mirë duhet të mësoj të gatuaj se sa të rrit kërkoj dadon perfekte. Që ta zgjidh gjën. Kështu që pastaj mësova të gatuaj dhe them si s'kam ditur të gatuaj më përpara se më qenë nga që vështirë. Kam mësuar gjëra tradicionale, fëmijëve i bëj gjëra tradicionale. A gatuan me ta? Jo, nuk gatuaj me ta. Duan ata, kur kam kohë, Rinda, se nuk është dhe çështje kohe dhe menaxhim. Kur i ke fëmijët në përkëmb, do. Nuk është se do kesh kaq shumë kohë që ti bësh gjë. Por që unë gatuaj kam për t'i bërë çka kam për t'i bërë dhe pastaj vazhdoj punët e mia, domethënë edhe koha është e limituar sigurisht. Por që kur kemi çik më shumë kohë, ja për shembull im shoq një herë thot, hajde se do bëjmë tiramisu, edhe mblidhem gjithë aty dhe e bëjmë kuzhinën rrëmuj, po atë e shijojmë, po nuk është një gjë e përditshme. A është koshciente Adia për famën e mamit vet? Ka një ide që mami del në televizor dhe prandaj është ndryshe nga mamit e tjerë dhe e njohin njerëzit sepse ajo del në televizor. Po këtë gjëja kam thënë unë për ta kuptuar pak më mirë, po kam idenë se jo, nuk është... Nuk është se i bën shumë përshtypje një gjë e tillë. Por kjo është një punë që e ke bërë ti, e ke ndihmuar edhe me pjesën e rrethit, le të themi që mos të ndikojnë shumë të duket diçka jashtëzakonshme se ti je, le të themi, vajzë që del në ekran dhe normalisht e famshme. Shiko, unë nuk ja kam nxitur, nuk e kam diskutuar ndonjëherë famën time, nuk kam diskutuar ndonjëherë për të qenit person publik. Ajo deri diku është habitur si fillim duke e kuptuar teksa rritej që pse e njeh njëri ose tjetri, se thoshte në fillim e njeh mamin tim ti, e njeh ti mamin tim. I dukej pak çudi, por unë ja shpjegova në këtë mënyrë sepse unë dal në televizor dhe kjo është pjesë e punës time. Dhe njerëzit më njohin, po jo të gjitha mamat janë të njohura se nuk dalin në televizor. Po kaq, domethënë nuk ja kam nxitur ndonjëherë këtë gjë. Që ti bëj një përshtypje të madhe. Jo, nuk ja kam nxitur ndonjëherë, dhe vetmja gjë ajo mund të bëj një koment edhe thotë që ti je mami më e bukur në botë. Po këtë ndoshta e thonë edhe a bën ajo dhe një krahasim me veten, ka arritur në atë moshën se tani gosat më duket sikur rriten shumë me këtë pjesën e të bukurës, Floriana, edhe dëgjoj raste që të vogla, unë kam gosën e vogël vetë që vdes për make-up e kështu dhe, më thënë, po shoh që vajza në një moshë para se të mbushin 10 vjeç arrin të din çdo gjë rreth make-upit, rreth bukurisë, gjëra që ne nuk i dim ndoshta akoma, edhe ti habitesh e thua mua më surprizoi një gjë që më tha para një sa ditësh dhe më tha, why are you always so fancy? Ma tha anglisht, do me thëmë pse je ka që ka pardisur. Po jo më bëri shumë përshtypje, sepse si duket ajo e kupton që jo të gjithë janë të ka pardisur. Edhe më erdhi për të qeshur i thash, po sepse të tillë e kam punën, por nuk dua të jem fancy gjithkohës, kur të jemi pushim ose në fundjavë nuk do jem fancy, jam mërzitur në të qenë fancy, edhe filloi të qeshte deri diku. Po ajo e bën një krahasim, po, domethënë thotë që po pse unë i kam flokët ndryshe nga ti, po pse ti ke gjërat më të bukura se mua, po ai je ti më e bukur se mua, dhe unë mundohem që mos t'ja nxis fare këtë gjë, edhe them ti je shumë e bukur, do jesh shumë e bukur kur t'jesh sa unë, jemi ndryshe tani se ti je fëmijë dhe unë jam e rritur kaq. Domethënë dhe ndërpritet biseda aty dhe nuk janë nxis këtë. Ky lloj inkurajimi për vetbesim, që të ti shtohet sa më shumë vetbesimi, sa i rëndësishëm është për ty si nën, është që ti të punosh me këtë gjë në vazhdimsi.
Pra, sepse jemi një shoqëri të tillë që edhe përballjet i kanë të forta më pas, jemi mes debateve, le të themi grindje mes moshatarëve, të cilët çojnë edhe në përfundime fatale. Si ke punuar ti në këtë pikë, qoftë me vajzën dhe me djalin? Unë kam patur shumë merak vajzën në fillim, sepse vajza, kur erdhi në Shqipëri, po edhe më herët, edhe duke qenë në Zvicër, ka qenë më e ndrojtur. Domethënë më e ndrojtur, më e tërhequr, nuk luante me fëmijët kaq shumë dhe në Zvicër, është pjesë e kulturës së tyre që nuk është se fëmijët janë kaq të dashur dhe kaq të lidhur. Për shembull, në një park, është e çuditshme, po shpesh duhet i marrin leje edhe prindërve që atë vi edhe të luajë edhe po. Ka një mënyrë që ne s'na përshtatet, me thënë drejtën, edhe ne kemi pëlqyer mënyrën shqiptare, të qenit i ngrohtë që kushdo shkon edhe luan, dhe ne madje kur vinë fëmijë të tjerë tek ne ose te fëmijët i inkurajojmë shumë që hajde luaj, ose shko luaj me këtë çunin, shko luaj me atë gocën, dhe ka krijuar një vetbesim shumë të madh si vajza dhe djali, dhe mendoj që Shqipëria dhe ambienti shqiptar i ka bërë shumë mirë. Ti tashmë je në kohë fushate. Shumë e zënë nga të gjithë anët. Nuk je gjithmonë kështu, ka që zënë. Jo, nuk jam gjithmonë kështu. Që besoj që ja ke shpjeguar dhe atyre që kjo është kohë. Unë i kam thënë, mami është e zënë deri më 12 maj. Dhe jo më 11 maj deri më 12 maj. Dhe pastaj ato është interesant përjetimi i fëmijëve, se si i shohin, se unë iki në mëngjes, dal nga shtëpia, pastaj mund të kthehem një periudhë të shkurtër dhe dal prap, edhe më thot gjithmonë, do ikësh një herë apo 2 herë sot, e ka shumë merak këtë pjesë dhe ndjen mungesën time dhe vajza dhe djali, dhe por është periudhë intensive. Shiko, familja është e para dhe duhet jetë e para. Nëse familja nuk është e para, mund të ketë probleme pastaj. Edhe me rritjen e fëmijëve, absolutisht. Dhe për mua gjithmonë familja ka qenë prioritare, megjithatë ka periudha që edhe puna është prioritare, dhe kjo aty kompensojmë aq sa mundemi, edhe me tim shoq, edhe me prindrit e mi, edhe me vjerrën time, pra me rrethin e afërt, por koha me fëmijët dhe koha cilësore që kalon me të është absolutisht shumë e nevojshme. Por ti e ke ndarë këtë gjë, besoj. Florian, pra, duke përjashtuar këtë pjesën e fushatës, sepse duke sidoqoftë politika kërkon shumë kohë, kërkon shumë përkushtim. Por ama e ke ndarë ti këtë pjesën që koha e fëmijëve është koha e fëmijëve dhe unë nuk negocioj me këtë pjesë. Domethënë duke lënë ndoshta pas më shumë përkushtim ose ambicje, duke lënë më pas, sepse fëmijët janë në një moshë ku kanë nevojë për mua tani, dhe kjo kohë e fëmijëve teksa rriten zgjat shumë pak në kohën që dikush mund të ketë një karrierë. Karriera mund të jetë e shtrirë në vite deri tani kohët e sotme mund të bësh karrierë deri sa plakesh. Ndërkohë fëmijët, koha me fëmijët është shumë e limituar. Deri 18 vjeç dhe pastaj ato do vazhdojnë jetën e tyre dhe do shkojnë në përshkollra edhe kështu që sidomos këto vitet e para janë shumë përcaktuese në formimin e karakterit tyre, dhe unë dua e shijoj këtë pjesën e të qenit model për ta bashkë me tim shoq. Pra ata si shembuj nuk duhet kenë dadon ose gjyshrit, ose duhet na kenë ne. Ne jemi prindrit edhe ata duhet bazohen tek ne. Ne jemi modeli për ta. E ardhmja e tyre, se më përmendë pak më parë. E mendon në Shqipëri? Shiko, unë mendoj që Shqipëria në momentin që ndodhemi ka probleme me arsimin. Ka probleme të mëdha me arsimin, me sa shoh. Nuk është sistemi arsimor që ka qenë kur ne jemi rritur. Ne jemi rritur me shkolla të forta, me mësues të përkushtuar që shkollën e kam parë si mision. Dhe nuk mund të them që të gjithë mësuesit janë përkeqësuar, ka dhe mësues shumë të mirë, absolutisht që ka, dhe më duhet ta them këtë gjë, por rezultatet e PISA-s tregojnë që niveli i arsimit ka rënë shumë. Dhe kjo gjë mua më frikson deri diku, sepse tani që janë të vegjël është okay që ata luajnë dhe shijojnë këtë pjesën e shkollës fillore, po pastaj në shkollë 8 vjeçare, 9 vjeçare tashmë dhe në gjimnaz,
Nuk e di. Kur të vi koha do ta rimendojmë prap. Po edhe mund të kemi një shkoputje tjetër, nuk e di, se kam Për të mirën e tyre. për të mirën e tyre gjithmonë. Por ama jam shumë e lumtur që të paktën sido që të jetë, ata janë rritur në Shqipëri, edhe kanë marrë edhe këto vlerat tona, edhe të gjitha të mirat që Shqipëria ofron. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe, edhe me miqtë e mi që i kanë fëmijët, i kanë lindur dhe rritur në Zvicër, në Amerikë, ose në përbot. Gjithmonë janë shumë kurioze dhe me atë ëndrrën, si është ta kenë fëmijërinë në Shqipëri. Dhe unë jam shumë e gëzuar që ja kam ofruar këto fëmijëve. Kalamajve, po. Pra nuk naqa shumë. Faleminderit shumë për ty, faleminderit ty që më çove drejt këtyre bisedave që nuk është se i kam diskutuar kaq shumë. E di. Edhe është vlerë shumë e madhe për çdo që do bëhet me fëmijë, është bërë me fëmijë ose që po i rriten fëmijët. Faleminderit shumë, naqa shumë. Suksese. Faleminderit.